rrugë tjetër, pra Abdixhiku pret që në këtë formë ta rris partinë, sepse për të do të ishte ta themi kështu jo bingo, po nëse ndodh PDK VV do të ishte një ta themi një argat, kështu kushtimisht që i bëhet LDK-s dhe pastaj LDK-ja do të kishte gjasa të mëdha që në zgjedhjet tjera tjetë edhe partia fituese, pra në kuptimin që do të kemi 3 parti që do të sillen tek 25-27, nëse çdo variant tjetër, nëse LDK do të hynte pra në atë koalicionin që i bën të thirrje Kurti që të bashkoheshin, ose në një koalicion me opozitën, LDK do të rrezikonte tek 10%, që mendoj që Abdixhiku, përkundër që i bëhet thirrje që po dëmtohet Kosova tashmë them, mendoj që përgjegjësinë më të madhe kanë sidomos vetëvendosja si partia e parë. Pra, Abdixhiku mendoj që është shumë rregull në strategji dhe në taktikën e tij, edhe duhet vazhdoj në këtë formë. Gashi, si po e sheh këtë insistimin e Abdixhikut për një koalicion të gjerë? Që nga dita pare kam po jo real, sepse rezultati i zgjedhjeve ka prodhu një konstelacion politik i cili e nxjerr